Përshëndetje të gjithëve, sot kemi ftuar Luciana Kokaj. Faleminderit. Ose e quajtur ndryshe, Burnesha e Rjollit. Faleminderit. I ke habitur të gjithë, e di apo? Të gjithë. Shumë ka ardhur feedback-u që gjithë mbështetja shumë e madhe dhe surprizim nga reagimi, po se kisha bërë, nuk e kam nisë me këtë ide. Unë kam dalë aty për të mbrojtur drejtën time, për të mbrojtur drejtën e familjes time. Por impakti që ka patur ka qenë fantastik edhe mbështetja që kam marrë ka qenë jashtëzakonshme, thënë drejtën, edhe ju e mirënjohës gjithë shqiptarëve që na mbështesin e na suportojnë edhe vazhdojnë na komentojnë. Të shikosh këtë foton këtu, ti që je me një ekskavator dhe ndalon punimet, është fantastike, është emocionuese, është frymëzuese për të gjithë. Për të gjithë të rinjtë të reja që jetojnë në Shqipëri dhe që shohin dhe përballen përditje me padrejtësi. Kjo është do të rregoj gjëra për atë. Unë personalisht kur e pas, kur e pash, më thuaj. Ne shkum edhe ndalun dy makineritë, shpesh herë ndalojnë kur ne afrohemi te kantieri. Ky zotëria pa dhe bëri sikur s'm pa, mora pa krerja hollat e xhami dhe vazhdoi. Po fuste kovën e ekskavatorit për të marrë rër. Tash kështu do, hajde çoj ekskavatorin tani po deshe. Për i Burneshe praktikisht. Në fillim ju praktikisht u censuruat gjithandej. Po, vërtet. Sepse ju i keni gjithë kundër, e di apo? E di. Dhe arritja e jashtëzakonshme dhe është impresionuese vërtet, është fakti që pavarësisht faktit se i keni gjithë kundër, të gjithë pa përjashtim, media politika, ekonomia, oligarkët, të gjithë. Sepse dhe gjithë oligarkët thonë s'do flasin për të çështje se pastaj të gjithë janë pak të përlyer nga pak, secili ka bër diçka. Dhe ju pavarësisht kësaj censure, pavarësisht kësaj lufte që është bërë, ju ja keni dalë që ta ktheni çështjen e Rjollit në një çështje kombëtare. Jo vetëm kombëtare, por është simbol i qytetarëve që bëhen bashkë për të mbrojtur një të drejtë, për të luftuar kundër një padrejtësie shumë të madhe, absolutisht shumë të madhe. Kanë marrë zemër faktikisht edhe zonat e tjera që kanë, si gjithë Shqipëria e ka problematikën e pronës, ka marrë zemër nga situata e Rjollit, vërtet dhe sot që ishin në protest, Rjolli në vetvete ka arrit me bashku shumë shqiptar, nga gjithë Shqipëria që kauzën e kanë përbashkët, por lufta ka qenë e jashtëzakonshme. Janë disa që janë fare nga jugu, nga Vlora bile vinin disa që thjesht për t'u mbështetur. Janë ato çuna që kanë ngritur kuvendin e Dukatit, që kanë bërë një punë fantastike në zonën e tyre. Shumë fanatik në ato që kanë bërë dhe për të vlerësuar jashtëmase shumë ajo që kanë bërë, erdhën na mbështetën. Pastaj kemi durrësit që vinë çdo çtu na mbështesin. Durrësi vjen çdo çtu në Rjoll? Po. Një pjesë e Durrësit vjen çdo shtun atje. Pastaj unë takova Kurdarin, takova Gurasin në Pogradec, ishin në Gjorica, aty nuk e kisha të pamundur për të qenë, po ishin një pjesë e banorëve të Rjollit dhe realisht na përgëzojnë gjithë për atë që kemi bërë. Ne nuk e dinim që kishim bërë kaq shumë, ne mendojmë që kemi bërë keni bërë vërtet shumë. Dhe çka ka ndodhur, diçka tjetër që se unë e vura re ditën që më përjashtuan nga parlamenti, kuptohet që aty çfarë nuk thonë edhe zihen unë as preka njëri, as shava njëri, po nga që preka një çështje që për ata është tabu, është absolutisht tabu, dhe kjo pastaj ishte arsyeja pse më përjashtuan. Por ajo që bën përshtypje tani është që në parlament më parë nuk fliste njëri. Kurse tani gjërat kanë ndryshuar dhe ju keni bërë pjesën tuaj, shoqëria po reagon. Dhe ju keni bërë shumë, realisht edhe fakti që në parlament flitet për këtë çështje, kjo ka bërë diferencën. Ju keni aty, ne nuk e çojmë dot zërin, ne kishte pamundur për shoqërinë shqiptare që të flasin në parlament dhe ju e keni bërë këtë për ne dhe ne jemi shumë mirënjohës për këtë gjë. Kjo nuk është vetëm fjala ime, kjo është fjala e gjithë banorëve të Rjollit. Kjo nuk është asgjë. Realisht faleminderit. Ju e meritoni absolutisht dhe kjo është detyra jonë në fakt në parlament, ne për këtë do të flasim për çështjet që prekin qytetarët, edhe jo thjesht në përgjithësi për korrupsionin, për buxhetin dhe kështu me radhë. Ka dhe një gjë agron, domethënë, sepse Lucianën e patëm të shtunën të ftuar tek forumi i gruas. Fakt, ne u mblodhëm bashkëthemelueset e forumit të gruas, diskutuam kush do flasi nga ju dhe të gjitha thashë që nuk ka problem të flasim. Ne aman vetëm merrni Lucianën, na flasim Lucianën. Okej, dhe Luciana foli aty dhe një gjë që më bëte përshtypje, ja thash edhe atje që thoshte unë shpresoj që dhe ju të na përfaqësoni denjësisht, këtë më shumë gra në parlament, ju dhe unë i thash Luciana, unë shpresoj që ti na përfaqësosh në parlament, sepse shumë njerëz nuk e kuptojnë domethënë koston që ka mos përfshirjen në politikë. Absolutisht. Tani,
Ajo që bën përshtypje, se si ndodh shpesh në Shqipëri, për një çështje që është shumë e qartë, është vërtet shumë e qartë. Ne kemi nga një anë banorët e rrjedhit. Nga ana tjetër kemi një nga oligarkët më të mëdhenj të Shqipërisë, me pushtet ekonomik, mediatik, politik, me mbështetje nga dy akranat e politikës, dhe nga ana tjetër kemi banorët e rrjedhit. Më fal, bashkë me oligarkun që ka çdo lloj pushteti, është edhe pronari jashtë quajtur pronar, që është ish kryetari i hipotekës. Po, ish drejtori i hipotekës dhe kryetari i LSI-s, tashmë kryetari i Partisë Lirisë Malsinë e Madhe. Një person që patjetër për zonat unë kam jetuar të jem fshat, kam jetuar dhe në Tiranë, por në fshatrat e vogla impakti i njerëzve që janë të përfshirë në politik, ndikimi është shumë i madh. Sepse nuk janë gjithë përfshirë, ndoshta në Tiranë mund të neshë shumë njerëz që janë përfshirë në politik, atje janë shumë pak. Dhe këto njerëz patjetër që kanë akses, patjetër që kanë pushtet, dhe ky ka shfrytzuar në mënyrë më të keqe të mundshme. Detyrën që ka qenë i caktuar dhe shpaguar nga takset e shqiptarëve për ta bërë, ka bërë të kundërtën, nuk ka mbrojt pronën tonë, por pronën tonë ka marrë nga vendos mbi emrin e vet. Dhe unë kam informacion që ky nuk ka bërë vetëm me pronën e rrjedhit, ka tentuar ta bëjë dhe me prona të tjera në Malsinë e Madhe dhe uroj shumë fort që të mos i dali me sukses, sepse është gjynaf që njerëzit thjesht fshatarëve t'ju marrësh pronat ta materi. Tani imagjino për një rast kaq flagrant do thosha, nuk ka nevojë për sqarim. Kryeministri pas 60 ditë protestash, pasi u mundua në çdo mënyrë ta fiki me media, me polici, me policinë e vet, me polici private, doli dhe tha që ju që ngeni falsifikator të letrave, nuk është ish drejtori hipotekës i ka falsifikuar letrat, nuk i ka falsifikuar letrat oligarku që ka çdo lloj pushteti mediatik dhe lidhje politike, ai është viktima në këtë rast. Ju jeni... Ne jemi lubitat. Ju jeni... Ju po i bini qafë. Ju po i bini në qafë një oligarku. Ti e kupton se qa po bëni apo jo. Si pas kryeministrit, ju, ti, sidomos ti, me djalin tënd të vogël, 2 vjeç, jam rrezik i madh për shtetin edhe. Ti ke ardhur këtu, si ndihesh ti që kryeministri të akuzon që po i bie në qafë një oligarku? Një oligarku të cilin Belinda Balluku në përgjim del që i ka bërë deri në jetës edhe tani e ka ushtarën e vet. Tani kryeministri ka dalë të ka akuzuar aty që po bie në qafë. E kupton? Çfarë mesazhi ke ti për kryeministrin? Shiko, se do them edhe diçka tjetër se dua ta cek, nuk kam pas rastin ta cek ose e kam harruar, sinqerisht. Kam dëgjuar job vënës që duan t'i vënë job businessman. Nëse e fort dole ama. Tani ti vësh job. Po pra, oligarku që ka çdo lloj pushteti. Ti jeton ti jeton Nëse duhet di dhe historinë e jetës tënde, në fakt, ti nuk jeton fare në Shqipëri, ti jeton në Itali apo jo? Ti jeton në Itali, ku jeton? Po, për të vënë gjoba, në Vareze. Në Vareze, ti ka ardhur nga Vareze, me një fëmijë të vogël 2 vjeç, për t'i vënë gjob, për të falsifikuar letrat e për t'i vënë gjob bashkimule. 50 fshatar të shkret që vijnë aty. Që ngeni gjob vënsa. Tani ne kemi 1500 dynëm tokë që i ka marrë Fatmir Shpeza dhe e ka dhënë bashkimulës për zhvillim. Edhe këto 1500 dynëm tokë pretendojmë që jemi mbi 80 familje që do ndajmë. Që kur të ndahet, unë qeshtem 5 dynëm nuk takojnë mua aty, domethënë që se përpjestohet normalisht, ne jemi trashëgimtarë dhe do ndahet. Fatmir Shpeza ka vetëm 1500 dynëm tokë, nuk ka as motor, nuk ka as fëmijë xhaje, nuk ka as baba i vet fëmijë xhaje, ka trashëguar mbas 3-4 brezave vetëm ky 1500 dynëm tokë. Dhe vetëm kjo duhet ishte një këmban alarmi për shtetin, për drejtësinë, për gjitha, për ta hetuar se si ka ndodhur kjo gjë. Ky nuk i ka apo nuk rezultojnë pronarta? Jo, ata janë, po nuk janë pronar aty sepse ai ka motor, ka fëmijë xhaje, ka familje. Po si ishte mundur, pata nuk janë ngritur. Sepse ai pretendon që stërgjyshi vet i ka lënë një testament vetëm këtij. Vetëm këtij. Po, jo, babait këtij. Por me ligj, nga sa jam konsultuar me jurista, se unë jam jurista, dhe nëse le testament, trashëgimtarët e tjerë kanë të drejtë që 30% të pronës ta trashëgojnë ata që nuk janë testament. Mos të merremi me janë detajet vogla, po. Jo, vetëm detajet, problemi është që janë po s'ka se tani po të ishin ata të justifikimet dhe alibit. Dhe ne dalim çdo ditë aty mbrojmë tokën, ndërkohë që ata nuk vinë asnjëherë. Po të ishte vërtet që ne kemi marrë në qafë,
Po do ishte aq bushta të vinë të thosh ç'a bëni më fshatarët më. Se kjo është toka ime. Është toka ime, ç'a donin tokë time, po nuk mund ta bëj sepse nuk ka lidhje, historia nuk e lidh fare me atë vend. Tani, një mesazh për Ramën, i cili tha që ti bashkë me ata fshatarët e tjerë aty, Falsifikator. po falsifikoni letrat dhe po i bini një qafë një oligarku. Ke një mesazh për... Po, kam një mesazh dhe kam të drejtë për kryeministrin e Shqipërisë. Kryeministri në qoftë se ka ngrit një grup hetimor në ASHK, siç pretendohet ose siç ishte lajmi, sepse unë nuk e kam dëgjuar dhe bazon vetëm tek ai lajmi nga mediat e afërta të pushtetit. Kështu që prandaj edhe marr mirë qen. Thotë që ne jemi falsifikator sepse ka ngrit një grup hetimor në ASHK që ka konstatuar këtë gjë. Të lutem zoti kryeministër, na vën dispozicion edhe neve dokumentin se si ka arrit ky grup hetimor në këtë rezultat, sepse për të thënë që dokumentat janë falsifikuara, minimumi duhet një ekspert, minimumi duhet një prokuror, një gjyqtar për të arritur në këtë konkluzion. Për ne ngritën grupin hetimor direkt, ndërsa për çështje parlamentare shumë të rënda që ja kërkonin çdo ditë grupin hetimor nuk i ngrenin dot. Ndërsa për banorët e rrjedhit e ngritën dhe arritën në këtë konkluzion. Po unë jam kurioze kush kanë qenë ekspertët, kush kanë qenë profesionistët e fushës që kanë arritur në këtë konkluzion, se ne nuk jemi thirrur për të dëgjuar. Keni folur ju? Ju kanë thirrur? Jo, dokumentet tona origjinale që janë ndjek nëpër arkiva dhe ne i ruajmë me fanatizëm nëpër shtëpia, nuk janë marrë për tu parë. Kështu që ku është falsifikimi këtu? Vetëm kaq do doja ta dija vërtet. Dëgjoj po për kreun e opozitës. Tani kjo është një gjë që unë kam pak personale, se unë kam qenë aktiviste PD-s, me aq kontribut sa kam mundur të jap. Familja ime është një familje djathtë për shumë vitesh, babai im ka bërë shumë edhe ka votuar pavarësisht interesave personale gjithmonë djathtas. Partinë Demokratike, një nga ato votuesit e devotshëm që gjithmonë PD-ja ka të drejtë. Dhe unë kam kërkuar një takim me zotin Berisha, kam kërkuar një takim, besoj që një vajzë që ka kontribuar prej vitesh në PD dhe që ka një familje që dihet historikisht që është e djathtë, që vjen nga një familje kulakësh, përndjekur, përshkatuarish, një histori komplet të djathtë. Besoj që mund ta kisha merituar një gjysmëore kohë apo një orë kohë nga koha e Berishës, më është refuzuar. Reagimet e tij publike kanë qenë ne nuk i njohim dokumentat, ndërkohë që dokumentat i kanë dispozicion, unë jam kam vendosur vetë në dispozicion deputetët. Kush e ka bërë këtë reagimin që nuk njohin dokumentat tuaja? Berisha ka thënë vetë në deklaratë për media që nuk e di se si është e vërteta dokumentave, nuk i kam parë dhe nuk e di se si qëndron e vërteta. Unë direkt atë ditë i kam vendosur në dispozicion gjitha dokumentat tona Partisë Demokratike. Kështu që nuk kam bërë asnjë reagim, kanë ardhur për të na ataku, na çoj halla me lagojën, themi ne. Paso fajin te bashkia të tjetri, mos më trego mua pasim faj, ti konkretisht çfarë po bën për të mbrojtur si opozitë, duhet të mbrosh popullin. Ne qeveria dim çfarë bën. Ndoshta unë nuk kam të drejtë të kërkoj shumë llogari përderisa nuk e kam mbështetur dhe nuk e kam votuar, por këtyre që i kam dhënë votën, që ju kam besuar, kam të drejtë absolute që t'ju kërkoj llogari dhe t'ju them pse nuk jeni këtu me mua sot. Mos më thirrmon protesta, mos më thirr në takimet e tua, nëse ti nuk vjen sot këtu, ku është problemi im? Se është një problem që nuk është vetëm një familje, nuk është vetëm një individi, është një shoqëri të tërë, është një fshat, një komunitet që kemi këtë problem. Nuk kanë reaguar. Absolutisht jam e zhgënjur. Më vjen shumë keq për gjitha thashë theme që qarkullojnë për lidhjet e PD-s me Gener Dyshin. Ne janë fakte që ne kemi prek, unë kur kam qenë takimin e parë që kemi bërë me pronarin e Gener Dyshit, ka qenë edhe deputeti i PD-s Solli Sufçela. Dhe normalisht unë besoj që ata kanë zgjidhjen, po duan të japin zgjidhjen, jo kam thënë deputetët PD-s ballë për ballë, nëse ju doni të jepni, doni ta ndihmoni, po. E keni zgjidhjen si dhe Sufçelën të flasin, gjejmë një marrëveshje, ata të vazhdojnë punën qetë dhe ne të presim procese gjyqësore. Kjo është e gjitha që kërkojmë, nuk kërkojmë asgjë tjetër. Presim që të flasë gjykata. Kush e ka drejtën e pronës të vazhdojë marrëveshjen. Unë nuk besoj Agron që kanë ndonjë njeri në Shqipëri që ka një pronë dhe nuk do ta zhvillojë, domethënë. Kjo është interesi i gjithë pronarëve, po ideja është jo dikush të marrë pronën tënde e ta zhvillojnë kurrizin tënd, domethënë. Kjo është problemi kryesor. Ne kemi thënë shumë herë që ne nuk jemi kundër zhvillimit, që po të kapemi me argumenta kundër zhvillimit asaj gjë, mund të kapemi shumë fort, është zonë e mbrojtur dhe ai ndërtimi që po bëhet aty është vulgar në një zonë të mbrojtur. Nuk e kemi thënë këtë sepse realisht ne duam shumë që zhvillohet dhe pse jo të përfitojmë gjithë, por nuk na është dhënë kjo mundësi. Na është ofruar në tavolinë një marrëveshje qesharake që nuk as çunim 2 vjeç nuk do pranonte. Po ju njeras nuk ju njohin për pronar, ky është problemi kryesor. Jo, na njohin për pronar, përderisa na ka prit 3 herë në zyrë pronari i Gener Dyshit, na njeh, di shumë mirë që ne jemi pronar. Po marrëveshja reale me ne nuk i intereson sepse ka marrë për co bukë, si thon
popullore. Me një person, se sa ta marrim me person. 80. Ndërsa ne nuk do japim se kemi tokën e gjyshit babës, ne do japim me vlerën reale, kjo është diferenca. Ai e ka tokë me letra, ne kemi tokë babet, kështu që diferenca është shumë e madhe. Tani, nga që ti, siç të thash, je bërë personazh, me dashje pa dashje je bërë personazh. Qa mesazh i ke për gjithë ata që të shohin në një farë mënyre si shembull të luftës kundër një padrejtësie, aq më tepër për një çështje pronash që është Shplak shumë e madhe në shoqërinë shqiptare në këto 35 vjet. Me thënë drejtë, unë kam vetëm mesazhe që të mos dorëzohen edhe të luftojnë deri në fund edhe të besojnë që nëse janë bashkë, nëse luftojnë edhe drejtësia do japi të drejtë. Unë besoj shumë fort që drejtësia do flasë edhe për neve dhe do japi zë të vërtetës. Edhe besoj që gjithë secili nuk duhet dorëzohet dhe nuk duhet trembet, pavarësisht sa kërcënimeve, pavarësisht disa mesazheve, pavarësisht këtyre gjërave të vogla që mund të hasësh gjatë rrugës, nuk duhet. Ty të kanë kërcënuar? Të mijat kanë qenë me gjëra të vogla që nuk i kanë marrë të mirë qëna dhe nuk mbase kanë qenë edhe situata që mund të jenë keq kuptuar, nuk kanë pas një kërcënim direkt, përveç disa mesazheve në gjatë kohës që jam shoqëruar në polici që ka qenë plotësonja u letra që kur të aplikojnë për vizë amerikane t'ju dali aty, që ka qenë për polici, po. Tash pa merak se kanë vendosur vetë ndjenjë ambasadën amerikane, se xha e kisha vendosur, duke qenë që ne kemi familjar. Të thanë ty atë në komisariat. Po, duke qenë se ne kemi edhe familjar me pasaportë amerikane dhe i cënot direkt e drejta pronës, se kemi vendosur ndjenjë ambasadën amerikane, edhe Bashkimin Evropian, sepse më tha dhe gjë tjetër e ditha, sa të çojnë letër porosia aty ku jeton ti të shkatërrohet jeta. Pa merak i thash se kanë vendosur ndjenjë Bashkimin Evropian për çfarë po ndodh. Domethënë që do të bënin dëm ty deri në Itali. Po nuk besoj. Është presion asgjë tjetër. Nuk kam frikë sepse ajo që po bëj gjë shumë e drejtë edhe. Po në fakt, pyetja që lindesh tani, unë kërkoj të vjen në vendin tënd. Ti kishe ikur në Itali, jeton në Itali prej sa vite ke jeton në Itali? Unë kam 5 vite që nuk jetoj në Shqipëri. 5 vite. S'po të pyesin pse ke ikur, se besoj se arsyeja ka qenë e njëjta që kam qenë nga persona që ka luftuar shumë dhe kam menduar që mbase do kontribuoj pak në bërjen e vendit tim, por ishte një moment që nuk po shifja më shpresë dhe realisht kisha nevojë për një cilësi jete që nuk e gjeja me meritokracinë në Shqipëri, edhe vendosa që të largohem, edhe bashkëshorti im kishte ca vite të mira që ishte larguar edhe nuk po e gjente veten pavarësisht se erdhi dhe investoi gjithë mundin e tij në Shqipëri, nuk e gjeti veten. Dhe vendosëm që të largohemi të dy, sepse kishim ëndrrën për të krijuar një familje, do sillim jetë një fëmijë, gjitha këto. Tani të ndalojnë në rrugë? Po, më kanë ndaluar. Të ndalojnë, çfarë thonë? Bravo, ju lumë, të vazhdoni, keni gjithë mbështetjen tonë këto. Komentet janë gjithmonë shumë pozitive. Të ndihmon kjo gjë në? Po, patjetër, është një kënaqësi shumë e madhe që ti shikon që shqiptarët të mbështesin edhe se normalisht edhe mund gabosh në ca momente, edhe mund të thush një gjë që nuk duhet, se po sidomos do të pyet edhe veten a ja vlen? Po, edhe sepse realisht është një gjë që mbështetja e njerëzve është ndim shumë e madhe. Unë po mendoj diçka sepse shqiptarët fatkeqësisht kanë edhe një akuzë që jo shqiptarët nuk reagojnë, jo shqiptarët janë pasiv, po nuk është e vërtetë. Jo, nuk është e vërtetë. Besoj që edhe reagojnë, po ndoshta edhe është vrarë pak shpirti. Është vrarë shpresa, vërtet, fiks shpresa. Është komentuar disa herë që po këta u ngritën për interesin e vet, tani që u cënuan, po le të ngrihemi gjithmonë për interesat tonë, se interesi im është taksa, interesi im është çmimi i naftës, interesi im është ajo rruga e prishur, interesi im është spitali, shkolla, drejtësia, gjitha janë interesi im. Hajde ti kthejmë gjitha në interesin tonë, do të ngrihemi. Më fal, pse Luciana kur u ngrit për interesin e tjerëve, fitoi ndonjë gjë? Jo. Kjo është akuzë. Po të ngrihen të gjithë për interesin e vet, do ishte shumë më mirë. Po thosha, jo, po kërkoj të vijem në vendin tënd. Tani ti je në Varrezë. Ke një fëmijë 2 vjeç. Një ditë bukur. Shikoj që erdhën fadromat të tokë. Tek toka jote, po pritani se s'mund të ri këtu. Nuk më ka mbajt vendi një javë. Më trego si ndodhi që si ndodhi që kthehet dikush nga jashtë sepse po i rrëmbejnë pronën. Ne morëm vesh që të dielën që folëm na thanë që ka lajm, ka informacion që nesër do vinë fadroma, do fillojnë punë. Dhe marrën telefon xhajën e burrit se më atë kisha lëviz për të bërë letrat, ishte dhaj për të bërë letrat e tokës, ishte dhaj në Itali dhe i them unë bac, i them bac, i them unë kena marrë vesh që nesër do shkojmë fadroma. Po bac tha unë jam të prit për dokumentat, kam ca vizita për të bërë, kam pamundur për të lëviz tani, kështu mirë, them të nesër filloi protesta, po shikonim nëpër video gjithandej që shtyheshin ndihmoxhat edhe realisht nuk mbante vendi.
edhe flas prapë me Baci. Baci thot, nisna nesër, ikem thot, të dy thot se duhet më shku në dy atje, ikem Baci tamam. Ndërkohë po shikoja për bilet, Baci kishte problem shëndetësor shoqja dhe nuk ashtu dhe tha Baci Alim, tha presim një çik deri kanë shtunë, tha shtunën e vendosim. Po mirë, Baci Alimi, thash unë shohim çfarë po ndodhi kështu. Ndërkohë gjithë javën s'ta mbante vendi, shumë tension, të ejnëten, duke folë me kunetin dhe mi, sepse kam një kunat pa dokumenta në Angli dhe një kunat tjetër që është me një problem shëndetësor që nuk lejo të fluturojë në Amerikë, ka një problem me veshin tani. Edhe duke folë me ta dhe i thot burri orë, thot unë thot jam gati të nisem me nusën, thot po presim që po thot edhe Baci, këto muhabetet mes familjes, o ikni thot se ne s'po vim dot, mos shkoni as ju, shumë e vështirë. A ikem thot, ikem i them burrin edhe thot do marr edhe çunin, unë tha, do shkoj me çunin edhe me nusën, tha vëllezër vetë. Edhe atje do shkoj me çunin te toka çunin, thash unë do le çunin aty te fadromat, thash unë guxojnë nezin fadrom para çunit kështu. Edhe unë nisëm, erdhëm, kemi ardhur të dielën në mëngjes, atë ditë kishin shoqëruar 2 nga banorët, ishin në komisariat, kemi shkuar dielën bazitën në komisariat, sa u përfshimi çik të hënën ishim para prokurisë Shkodrës. Ju thash atë flasë dhe unë, fola, çfarë do thuash? Po se di thash unë do përmendja 2-3 gjëra kështu, kam folë atë ditë dhe pastaj banorët më kanë shtyr gjatë gjithë kohës, folti. Edhe nuk besoj që jam vënë në krye, se më thonë shumë e ke drejton ti protestën, ne kemi protestë spontane, nuk është tash një gjë shumë organizuar. Kam folë sepse ju duket save që flas pak më mirë se ca tjerë, po që ka natyrshëm me gjithë kjo gjëja shumë, po që nuk të mban vend. Unë shikoj dhe ata që kemi jashtë nuk vin dot që me shpirt janë këtu. E vuan. Tani Luciana vetëm të pyes. Do ta pyes një sekond, jo, se merri në mendje se Luciana është shumë e sjellshme. Po. Kam unë një mesazh për kryeministin tani. Me atë që më tregova, jo se. Mesazhi është ky. Por si nuk të vjen turp? Luciana ka ardhur nga Vareze, ka lënë punët e veta, sepse po i vidhnin pronën e vet, bashkë me fëmijën. Po lufton, shiko. Po lufton kundër teje, kundër oligarkëve, kundër policisë private. Po si s'të vjen turp që i thuaj që Luciana është mashtruese dhe ka falsifikuar letrat? Ku i falsifikoi letrat Luciana? Në Vareze i falsifikoi? Me kë i falsifikoi Luciana dokumentat? Me drejtorin e hipotekës që kishe vendosur ti? Apo me oligarkun me cilin ti ndan tenderat dhe i jep leje ndërtimi në tokën e Lucianës? Po si të vjen turp një që i thua që nga Luciana ajo që ka falsifikuar letrat dhe jo oligarku ju të bashkë me ish drejtora hipotekës? është të vëzhduar në kokë. Tu nuk janë patësip, janë të patësip. Të quajnë ty dhe gjithë banorët e Rjollit falsifikatorë. Me kë i falsifikoj letrat? Ne aty në fshat, të gjithë bashkë, me lopët, me dhitë dhe me ndele që keni falsifikuar letrat. Të gjithë bashkë. Të gjithë bashkë. Dhe keni rënë në qafë oligarkut e Tiranës. E kupton? Unë faktikisht se po më bëdhe përshtypje pak rrëfimi Lucianës, edhe unë kur e kam parë Lucianën që nga hera e parë, të më thënë, mendoj që edhe protesta mori një kthes tjetër, jo vetëm me Lucianën, po ishte edhe një vajzë tjetër që erdhi nga Anglia, i dhanë një frymë tjetër. Tani unë doja të pyesja, djali jote e kupton se ti e ke marrë me vete, e ke 2 vjeç, e kupton e çfarë po bën ti? Shiko, di si thot, i them unë tani sa i çan kur i kion, edhe se mami do iki mami të toka. Edhe thot, "Piçi, thot për policën, polici bashtar." Që bashtar. Ma toka gaukut. Sa e ka emrin Glauk, edhe thot toka gaukut. Që që normalisht edhe duke parë video, do s'do ne jemi në shtëpi, dëgjojmë, vendosen video, shikojmë besa që marrë Toka Glaukut, ha? Po, toka Glaukut. Dhe është e Glaukut. Dhe do dali që është e Glaukut. Ky është zotimi im për Glaukun dhe për gjyshin e Glaukut. Ja kam me borxhe ati. Nuk ja merr dot pronën Glaukut. Dhe vamasë Glaukut. Nuk ua merr dot. Do ta shikosh. Këtu do jemi. Për ditë do luftojmë në krah të Burneshës dhe të djalit të saj dhe të gjithë banorëve të Rjollit. Faleminderit.
Faleminderit shumë Luciana, vërtet për gjithë përcjelljen edhe për zërin që seni bërë zëri jon aty ku ne nuk mundemi dhe realisht ti jemi shumë mirënjohës. Kjo është detyra jonë dhe ne të falenderojmë shumë sepse ti realisht bashkë me banorët e tjerë të Riollit keni treguar se si shqiptarët kur duan nuk lejojnë padrejtësitë dhe luftojnë për ditë. Është detyra jonë jo vetëm si parti politike, po ti ke thënë diçka që mua më ka bërë përshtypje, nëse ai oligark nuk ta merr ty tokën sot, askujt tjetër nuk do t'ja marrin, pra do kjo është një histori që do tregoj. Në qoftë se unë largoj bashkimulën nga toka ime, ju kam thënë nuk ka oligark që do vi do hyjë te toka jote pa marrë vesh me ty. Dhe kjo është një gjë që do bëhet precedent shumë i fortë edhe për shqiptarët edhe për gjithë ata që pretendojnë të vinë ta plashkisin, se po bëm bashk, po ngritëm, nuk na shtypin dot, nuk na rrezojnë dot. Tani është ere parë që përjashtojmë nga parlamenti, në fakt se kam ngritur zërin, në fakt zërin kam ngritur shpesh. Tani që mendoj ke bërë dhe më keq. Po kam bërë shumë më keq dhe është ere parë që përjashtohem nga parlamenti. Jam përjashtuar edhe një herë tjetër, por nuk më kanë përjashtuar vetëm në atë seancë. Ishte rasti Bilinda Ballukut kur kërkoi interpelancë. Po nëse pastaj Bilinda Balluku e pam se do kupton sa të prekur janë ata për këtë situatë. Kjo është era e parë dhe unë jam shumë i lumtur që më kanë përjashtuar pikërisht për këtë çështje. Pikërisht për një çështje prone. Dhe sapo të kthehem në parlament, fjalët e para që do them, do jemi pikërisht për Riollin. Edhe nuk ju ndahem më tani. Sepse ti je burnesh, po dhe unë jam nga Vlora, jam pak kokfort. Kështu që për ditë çdo herë që do më japin fjalën, do flas për Riollin. Tani, para se ta mbyllim, dua që të japim fjalën atyre që na ndjekin dhe që ne kur kjo histori të mbaroj dhe ju kur ju të dilni fitues, ne do bëjmë prap një podcast të shpjegosh pastaj si ja dolëm ose si ja dolët. Si ja dolëm së bashku. Faleminderit Luciana. Shumë faleminderit. Faleminderit.